Buongiorno, dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Nela dhe kjo është video i miri. Deshta me bani video haul me tana gjanat si kam fitua, me tana gjanat si më kanë fal, gjanat si kam marrë te Sephora, si jam kanë dje. Edhe kështu që t'je nisim. Dje jam kanë te Sephora, Milano. Ashtë një vend si ashtë të bë për herë të parë në Itali. Ka kanë si me kanë park lojnash, për ne si në pëlqen bota e beautyt me tana gjanat me make-up, skincare, haircare. Tana gjanat, tana brandet, jo tana, nuk janë kanë tana brandet, po kanë shumë brande. Për me shkuan këtë event ka pas bileta, kanë kushtu 60 euro, një kam pagu 50 sepse kam pas kartën gold. Çdo bilet kishe 3 orë ko, dhe me thonë, unë për shembull kam shku qëtune në natë, kam pasën 9 deri në 12. Aty ka pas çdo brand ka pas një corner të vet, ku ofroshin lojna, ku na kanë tregu shumë produkte të reja, si Skandala La. Kam pas mundësi me fitu të lojnat e tyne, edhe atëherë në fond, atëherë, t'ja shpjegoj për një fillim. Sa hihet mrena, na kanë vuj bëzëlyk, na kanë dhënë një çantë, këtë çantën këto. A kanë bosh çanta, edhe çdo corner, çdo pjesë e brandit. Pas mundësi me fitu lojna, edhe kur fitoshe lojna, të veshe me në kësaj çantët. Atëherë, a kanë çantë tjetër, para se me dalë, na kanë hjekët bëzulykun, edhe na kanë dhënë këtë çantën plot me produkte, si do ju tregoj tash të tana. Edhe këtë e kanë marrë të tanë, ndërsa për unë si jam kanë gold, ka pas një çantë ekstra, këtë këto, me produkte prap mrena. Kështu që të fillum t'ja u tregojmë të tana. Atëherë, po ja nisim herë me qa kam fitua. Si fillim të Benefit, kam fitua në Fest, është një maskara, është kështu. Edhe më kanë dhënë edhe këtë çantën e vogël kështu. Atëherë, te Charlotte Tilbury, përveç se na kanë dhënë këtë çantën shumë të bukur, është edhe shkruajtur këtu mrapa. Edhe ishte lojna, ishte me fut një top, me vu një top tip topit mrena, edhe shkoten, në bazë se ku shkote fitoshe produktin. Unë fitova Pillow Talk. Këtë në fakt e kam edhe fix ishtu iso, e kam mini size. Edhe shihni sa mini është. Edhe klasiku. Nuk e di e shihet, bella a shumë ertë, po nuk a dita fort e mirë edhe. Kështu që kjo ishte te Charlotte Tilbury. Atëherë, te Tarte, kam fitua këtë. Ta disha nuk e kisha ble te Action para pak javësh. Ashtë kështu, me shkruajtur Tarte. Edhe kjo ishte tjetër. Te Makeup Forever ishte më e bukur, ishte me Heal Grushtin, edhe po fitoshe, po kaloshe 5.000, ishte maksimum 6.000 e sa pikë, harroj tash se sa ishte. Në kjo se kaloshe 5.000 pikë, mushe me zgjellë ti produktin, pritni pak ta uli. Bella shihem ma mirë, okej. Ishte me grushta. Në kjo se ti kaloshe 5.000 pikë, mu ishe me zgjellë një produkt full size. Në kjo se kaloshe 6.000 pikë, ti jepshin edhe atë tweetit, la borracha, atë senën ma si tip Stanley, vetëm si të shkujtun Makeup Forever, plus një produkt full size. Unë mu dukt vetja si Rocky në atë moment, po nuk kalova as gjysën e kalova, shkova të 3.000 pikë shie pak, po. Edhe nga që nuk fitova si gja, më lanë vetëm një kështu, do testerat, që janë këto? Skin tint. Më lanë do testerat këtyne skin tint këtyne, më duket sa është i ri kë produkt. Thjesht ka testerat për shumë gjyra. Edhe kjo, aty s'fitova gja. Po,
Jo, kjo ishte te Kerastase. Te Kerastase ishte njëjti lloj si te Benefit dhe fitova një kështu elastic floksh. Te Huda Beauty ishte me sjell rroten edhe çat delta aty. Mu m'doli zgjell një produkt m'duket, por nuk mujsha me zgjell, po mu do të më mëllsat edhe m'dolin këta mini puff të Huda Beauty, të m'duket se janë 3 copë, po janë 3 copë, janë kështu të vogla. Këto janë për puder, ose janë kështu në formë zemret, janë 3 copë, janë të lezeshme. Atëherë, ka shumë gjëra për me tregu këtu. Te Natasha Denona fitova këtë paletën. Nuk e di sepse s'po fokuson kjo kamerë sot. Fitova këtë paletën, është Valentine Edition. Unë e kam një palet vogël të Natasha Denonës. Është bashkë me këtë këto. Edhe është krejt roz. Këto janë komode për mu marrë me veten kur shkon kur kjo se ban në ultim. Si janë të vogla, janë shumë bukur. Një donat të la Neige. Këtë nuk e kam hangër se nuk isha reks, s'ma merr menja se do e hatash se do t'jetë forcua. Edhe përsa i përket prap amelsinave, të Charlotte Tilbury fitova edhe këtë cookie, është biskot. Atëherë, ishte një corner e Hourglass. Unë në fakt aty nuk ishte qa me fitua, thjesht kishte produktet e tyne. Edhe unë jam shumë kurioze me provua korektorin e tyne. Kështu që iqe ajo vajze dhe e më nimoj me zgjell ngjyren taman për me përdor. Edhe ma ka shkrujt këto, te kjo pjesa, te kjo kartoni. Sepse unë e deshta pak ma të hapun se sa lëkura jame, nuk e du krejten ngjyrë të fondotin, si me thonë. Atëherë kam fitu shumë stikera. Këto janë stiker të Sol de Janeiro. Te Jepada, pas kam 2 cookie të Charlotte. Prap stiker. Te Gisu kam fitua vajin e buzëve në ngjyrën cherry të kuqe. Unë në fakt i kam gati tana ngjyrat Gisus, kam atë klasikun, kam atë roz, kam atë strawberry. Këtë nuk e kisha, po në fakt unë jam kanë me do koleget e mia, edhe një nga koleget nuk e ka asnja, edhe thash këtë për ja falja saj. E mora sa për me ju ba video njuve, po atër tanën kam për t'ja prua, kam për t'ja qua saj, se unë i kam edhe 3, unë i kam 4 t'i saj, edhe thash se m'duhet një ma shumë, se barabar nuk asi përdori për çdo ditë. Prap testera, kjo është Beauty of Johnson. Gjithmonë Beauty of Johnson kam fitua këtë mini sunscreen. Kjo është, jam shumë kurioze me provua këtë. Flasin shumë mirë, edhe shuqër u gëzova kur e fitova, se thasht pakten ta provoj para se me blen full size. Te Drunk Elephant, kjo është si luma. Atëherë kam fitu protini, janë kështu teserat vegjel, edhe kjo Big Goldi. Këtë jam shumë kurioze me provua, se kam pa shumë në për internet, mi kam vunë këtë qesën këtë vogël. Jam shumë kurioze me provua. Atëherë, te Makeup by Mario, kam fitua, ishte kështu si Grata Vinci, për ishte një fletë vogël, edhe me një monet duhet me gërvisht, edhe me pas e qak fitosha. Unë fitova këtë buskuqin, në ngjyrën Erin. Mu m'pëlqen shumë Makeup by Mario, në kjo se duhet me zgjell një brand ku vetëm një brand për mu lye, unë kisha me zgjell Makeup by Mario. Edhe në fakt të Makeup by Mario provova setting spray edhe ishte shumë i mirë, edhe ma merr mendja se kam për ta blesë, m'pëlqeu shumë primen. Atëherë që fitova prap te Natasha Denona, na falen këto pa ba si loj, na e falen vet, një kështu një eyeshadow. Kjo po e lezetshme, është kështu e vogël,
me fute në çantë. Gjithmonë te Huda Beauty na kanë dhënë një mini size të setting spray 3, se ka dali tash i ri. Janë shumë, kam fitu shumë gjana, pavarësisht se do janë full size, do janë mini size, po sidomos këto mini size-it mu më pëlqejnë, sepse kur unë e marri produkt, zakonisht nuk e marroj, se atëherë shkoj e blej tjetër, e di se nuk bëhet kështu, ka shumë konsumizëm, po qa me ba. Te Olaplex në lën këtë dyja, është numër 3 dhe numër 5. Në fakt, unë Olaplex nuk e kam provu kur. Njerëzit ndahen në 2 pjesë. Ka njerëz si thonë ashtë shumë i mirë, ka njerëz si thonë ashtë shumë i keq, mi ka prish, mi ka dëmtu të na flokt. Unë nuk e di, ata po e provoj. Bella po e provoj, Bella ta po më pëlqen. Atëherë, marunën gati. Këtu prap sticker të Jepada, plot sticker jam. Te Herbarian. Kjo quhet Skin Therapy, duket se është vaj për lëkuren, është kështu tester i vogël. Edhe këtë tjetrin, kjo tjetri është edhe kjo Skin Therapy, kjo është për në arsy, janë prova tester. Dhe te Kerastaze në kanë dhënë rap tester të vogël të vaj 3, është vaj tyne i ri. Të Bajoma këtë kremin për lëkuren, moisturizing gel cream. Të shenë pak se sa i vogël është. Ka kështu i vogël. Okej, edhe gjanat si fitova, marunën, nuk ka ma, tash, po ju tregoj i herë produktet e Sephora Gold, nga që kjo është ma i vogël. Atëherë, është kë poshet i vogël, është shumë e lezetshme, është kështu Sephora Milano Sephora. Edhe kjo është e lezetshme, mund të fusish make-upin mrena, dhe ka plot full size. Është kë krem për kachurrela, Fenty Hair. Tash kjo se di është full size fix, kështu. Jam shumë kurioze me provu Fenty Hair, kanë folë shumë mirë. Këtu mrapa është procedura se si me e përdor. Edhe jam shumë kurioze të provoj, unë pavarësisht se i pjastroj gati flok për çdo herë, po unë nuk i kam krejt kachorrela, po i kam pak me unde. Atëherë është një full size të Drunk Elephant, të kremit Lala Retro. Unë Drunk Elephant jam i sinqert nuk kam provu kur asgjë. Por flasin mirë, është kjo këto. E vetëmja gjë që më pëlqen këty në kremave të Drunk Elephant, është se për me dal kremi, ja vetëm me shtyp këto, shqit një si del edhe në formë lullet. Edhe flasin shumë mirë. Atëherë, kur shkova te corneri tyne, ishte një vajzë si na shpjegoi pak për kremat e tyne, edhe kjo ishte për, unë e kam lëkuren, e kam miste, nuk e kam as thatë as me vaj, se në do zona e kam thatë, në do zona e kam me vaj, më krijohet vaj, edhe kjo tha se ky krem është i mirë, është më i mirë ai tjetri, ai jeshili, më duket se kam edhe atë jeshilin të çanta si na ka dhënë tjetri, se kam pa pakun. Edhe tha, unë këtë përdori për natën, para se me fjet, ndërsa ditën përdori atë tjetren. Ka e letën lëkur, nuk ta ranoka, po ta përprovojmë tash se ta në këtë produkte duhet me i provu, edhe duhet me ba një review, ne sigurt. Okej, atëherë, këtë është brendi Sephores, është serum për flokt, e thonë drejtën s'dia se si përdoret, ka për mu përdor natën, këtu shkrua për natën, nuk e dia shihet. Okej, Strength and Density Serum, është me biotin. Ta përprovojmë edhe këtë serum për flok, ta po shohim, po lexoj atëherë mrapa se çfarë
për qa nimon. Edhe një maskara 3 Beauty. Atëherë, unë fakt tash nuk përdori maskara se këto është full size. Unë tash nuk përdori maskara sepse baj extension qërpikve, po doja fali mamit njëri se kam edhe do maskara tjere m'duket. Doja fali mamit tem, se a gjënaf me i majt atë në rafte mos me i përdor, se edhe thahen. Edhe kjo ishte se qa na ka ndon neve gold. A ishte dhe i tjetër qa? Okej. Mos i daj. Atëherë, qa kam te kjo tjetra. Shini njerë se sa bukur është çanta. Edhe kjo ka plot produkte. Shihni sa plot është. Shihni, nuk shihet. Shihni se sa e plot është. Edhe ja nisim se ju thash maskara. Kjo është Too Faced. Unë fakt kam përdor maskara vetëm Benefit, kur i kam pa përdor, dhe gjenem mirë me to. Një mask të Sephores, një Smooth Booster Mask, një full size të Laneige për buz. Kjo si është si cotton candy e ka. Është me këto dy ngjyrat. Unë e kam një mask të Laneige dhe nuk më ka marrua la. Janë shumë të mira se rrinë shumë kohë, nuk ka se marrojnë shpejt. Atëherë një full size të Charlotte Tilbury. Duket se është highlighter, po illuminante. Easy highlighter. Unë kam contouring tyne dhe më pëlqen shumë. Edhe kjo ta po e provojmë. Shumë gjanat mira kam fitu, jam shumë e sinqert. Këtë kur e pash u pënova shumë se e kam ble, se është Milky Toner by Yams. Si që dini, i tash e kam ble para jave të mduket, po i këtë javë si ka kalua. Tash kam 2, shqyr se ashtu më pëlqyt, po akten kur të marroj atë, kam këtë tjetrin kur ta përdori. Një cleanser nga Sephora. Ashtë këto. Tash us po ja u lexoj të na emrat se në kjo se interesën gjo e shihni. Tjepades, kjo është brand korean, nuk e din kjo se e keni një gjuhë në Shqipni. Në kjo se ban fokus, kjo kështu. Kjo është brand korean. Flasin shumë mirë, kam pa provu i herë në fakt. Nuk asë së më ka pëlqyë. Kjo si ju thash proteini nga Drunk Elephant, dhe shta me pa, a e ka të njajtin, ashtë edhe një vogël, një kështu provë vogël. Edhe kjo është në mini size, a ka të njajtin, jo, kjo nuk e ka i saj, e ka kështu të hapun. Me nosha si edhe kjo e ka me qtypun, si ajo e mallja. Atëherë, një mini blush të Rare Beauty. Këtë shade nuk e kam, Virtu. Ashtë shumë e lezetshme, janë shumë mira këto se nuk marrojnë kur. Prap një Olaplex numër 7. Këto. Edhe këtë. Jam shumë kurioze me e përvu në fakt, po nuk e di, do flasin kesh kam frikë se më dëmton flokun. Një mist të Sol de Janeiro, këtë ngjyren lejlahe. E provova në fakt këtë, ma qitja ju vajza, edhe i të shumë e mirë si ngjyrë. Një lip liner të Hourglass, jam kanë shumë kurioze me e përvua këtë Hourglass, është nga Lady Gaga. Edhe më bashën shumë kuriozitet se janë një formë bukur edhe thënë se ashtë e mirë në këtë ngjyren, unë e kam ngjyren mocha matte kështu, inshallah shihni nga Dr. Dennis Gross. Daily Peel, nuk e di se qa është kjo, jam e sinqert, janë kështu të vogla.
Nëse të provash. Këtë, sinqerisht nuk e kam provu këtë kur brandin. Two Step Peel, nuk e di, ta përsho se qa ashte, ta përprovojmë. Një full size të Milk primer, mu më pëlqen këtë primer, e kam mini size, e kam pa ble mini size për me provua, se si ashtë, edhe më ka pëlqye. Kjo është full size, Hydro Grip, është primer për make-up, e më pëlqen shumë, edhe jam shumë e lumtur për këtë. Atëherë, këtë eye cream është për syt, për nërsy, të çfarë brandit është? Derma Infusion. Jo, është edhe ky Dr. Dennis Gross, e njëjta ta saj tjetrës. Edhe këtë nuk e njeh, jam shumë e sinqert, është kështu. Nuk e kam provu ndonjëherë. Besoj se është e mirë. Shohim. Nga Dyson, Pre-Styling Cream, stilu flokun para se këtë duhet me vu para se me stilu flokun. Edhe këtë jam të kurioze me provu, se unë e kam Dyson, po jam e sinqert, alas kam mësu me përdor, unë vetëm se thaj flok me to. Atëherë, një libuskuq nga Sephora, është këtë ngjyrë të kuqe, më duket se e kam isoj. Nga Makeup Forever, këtë edhe ky është buskuq, më duket. Ajo është Super Boost Gloss, është gloss nga Makeup Forever. Jam kurioze me provu këtë. Është kështu. Duket e mirë. Edhe produkti funit është kjo mini paleta prap nga Sephora. Qa ka mrena? Po shohim, pritni ta hapi. Ta hapi si hapet. Okej. Ka këtë 3 ngjyrat si ngjyrë toket. E lezetshme, dhe kjo e vogël për me marrë me veti në xhiro kur shkon kon. Jam shumë happy nga këto gjana, jam shumë e lumtur nga këto gjana si kam fitua. Kjo s'ka ma, ka marrua. Edhe këto ishin produktet, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Tash po ju la ca klipe se si ja kam kalua, sa momente. Atëherë kem shku në Milano, me bam në gjiro me koleget e mia, shku me hang me te 10 Corso Como kafe, e ka në Milano. Ishte shumë e lezetshëm, shumë hang me mirë, ja kalu me mirë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky video. Mos harroni të më njihni në Instagram, po ja u la këto profilin tem. Ju kërkoj një like saj videoje, një subscribe, sa shumë e rëndësishme për mua. Ju putha dhe shihemi në video në rrallës.